Duhej që partitë politike të shumicës shqiptare ta votonin qeverinë, t'ja bënin numrat ati, jo 61, po dhe 71, edhe ta venin, unë mendoj që do t'ishte veprim jashtëzakonisht i mençur strategjik, i dobishëm për ish opozitën për ta vunë në sprovë këtë njeri që herë thot i bëj, herë si bëj. E keni dëgjuar një deklarat të zotit Kurti besoj në Londër që u shpreh skeptik se a i ka numrat apo nuk i ka numrat. Ku është problemi, profesor, pra në këtë rast? Pse nuk po arrin partitë politike që të sigurojnë qoftë Kurti, qoftë të tjerët, një shumicë parlamentare për të formuar një qeveri që tashmë po bën 8 muaj, pra prej 9 shkurtit deri më tash, vendi është në një farë amullie në kuptim të qeverisjes. Pikrisht ashtu keni drejt plotësisht, kjo është fatkeqësia jone, aq sa është fatkeqësi është edhe sindrom, pra një sindrom i yni që të mos pajtohemi, të mos meditojmë dhe veprojmë me seriozitet, efikasitet dhe përgjegjshmëri maksimale në rast kur kemi të bëjmë me vendimet që drejt për drejti në 100% e të vërtetës të problemit kanë të bëjnë me interesin shtetëror, me interesin publik. Kjo gjykata kushtetuese me të drejtë në secilin vendim të saj të këtyre kohëve të fundit ka insistuar që qytetarët të quajtur dhe të zgjedhur si deputet kanë për detyrë që sa më parë të bëjnë kuvendin, të votojnë, edhe të kenë parasysh interesin publik të shtetit. Ky është interesi publik që thjesht po them unë dhe po lus. Si ka mundësi profesor ata që votohen prej popullit, prej qytetarëve, marrin vot prej qytetarëve, në ndërkohë kur vjen puna te formimi i institucioneve, në thirrjen e gjykatës kushtetuese që është obligative, nuk e përfillin. Jo vetëm që se përfillin, po ata Dibrana Safati në gjykatës kushtetuese 30 ditori nuk e përfillin dhe bën shkelje klasike të vendimit gjykatës kushtetuese që janë obligimisht të zbatueshme ato dhe të garantuar nga çdo qytetar, person fizik dhe juridik në këtë rast kuvendi, dhe faktikisht ata nuk kanë as legitimitet moral as etik, madje do të thosha edhe publik jo se jo, që thjesht dalin para qytetarëve, qoftë në zgjedhjet e parakohshme të kërkojnë votë sërish, qoftë leadershipi i tyre, qoftë deputet veç e veç 120, edhe eventualisht në qoftë se kuvendi u formohet ashtu siç u formohet dhe qeveria, ata pastaj të vazhdojnë punën për komisionet, dalin para qytetarëve, të nxjerrin ligje dhe thonë ne bëmë një punë, kur në fakt dështuan të mbrojnë interesin publik të qytetarit sovran që ja ka dhënë besimin dhe votën dhe interesin publik të shtetit, të republikës. Ata tani mbrojtën interesat e tyre dhe të partive të tyre dhe të leadershipit të tyre për pushtet dhe jo për shtet. Për interesa grupore, formale, jo formale, partijake, për klane e grupe, e grupacione dhe jo për institucione. Dhe kjo është, po them, edhe sindrom edhe fatkesia dhe fataliteti yni. Nuk do të duhej. Definitivisht është momenti i fundit që madje po përgjigjem në një variant tjetër të pyetjes suaj, më pashme, që pa marrë parasysh a do t'i bëj ai apo jo ky kryeministi që ka marrë mandatin, kryeministin e detyrë, do duhej që partitë politike të shumicës shqiptare ta votonin qeverinë, t'ja bënin numrat ati, jo 61, po dhe 71. Edhe ta venin, unë mendoj që do t'ishte veprim jashtëzakonisht i mençur strategjik, i dobishëm për ish opozitën për ta vunë në sprovë këtë njeri që herë thot i bëj, herë si bëj, herë i kam, herë si kam, dhe ta shoh se si do të punoj me atë qeveri të pakicës, në mënyrë që unë mendoj që do t'ishte një aset shtesë për vota. Nëse mbahen zgjedhjet mund të mbahen patjetër kur bëhet çështja e presidentit në vitin e ardhshëm, por ata pra duhet pa marrë parasysh edhe zgjedhjet atë, edhe interesin e tyre partijak, interesi publik shtetëror, strategjik i shtetit është që edhe vetë deputetët, pra nëse partitë nuk e bëjnë këtë që po them, siç e bën dhe është për t'u lavdruar,